Mirëmbrëma 8:05 nga unë dhe Amarildo. Mirëmbrëma. Amarildo, besoj që jemi në një ditë të bekuar për besimtarët musliman, por edhe për të gjithë, siç thoshte nëna jote rroft se bebi, festojmë të gjithë, kështu që Po. gëzuar festën e gjithë besimtarëve musliman. Gëzuar. Atëherë, ajo që më ka pëlqyer gjithmonë të shqiptarët është festimi i festave në përgjithësi, domethënë. Po. Neve në jug, kur ishim në jug nuk e njihnim. Më thëmë drejtën, jugu nuk para ka në lidhje fort fetare. Edhe më bëri përshtypje kur shkova në Shkodër, më vjen një shok. Ajo thot, ti nga emri je musliman, thot, nga mbiemri je katolik, thot, çaj e ti? Se dia. Isha në atë kohë në klasë 7, i binte 13 vjeç. Nuk e dija sepse unë vija nga jugu, nuk se kisha fare idenë e feve, ndërkohë që Shkodër ishte theksuar. Aty prapë ishte një shkolla 11 janari, ishte për zier musliman dhe katolik, sepse katolikët zakonisht rrinë nga ura e thive stacionit trenit që ishin koncentruar, ndërsa muslimanët nga Kirasi, nga këto lagjet e tjera. Pastaj vinin në mes që përziheshin, shkartiseshin. Edhe i thash, nuk e di, thash. Edhe shkoj kisha gjyshen, në të kohë, shki gjyshen nga nëna. Edhe i thëmë, ne i thëmë, që jemi në muslimana katolikë? Thot, leja që duen të këto punë. Pa më thuj, thash, që jemi muslimana katolikë, se më pyet një shok, jemi Muhamedantë. E nese, këthejmë, nesme, edhe më mori një... Muhamedani jemi. Qa jetë, muslimana katolikë, jo, ne jemi Muhamedan, atër jemi muslimanta, jo më thë, Muhamedan. Ja, prita pis gjyshen. Pasaj mora vesh, a ju sqaru që Muhamedani ishte musliman. Po unë në fakt si isha asashtu, isha Bektashi. Kështu që, po në fakt si isha asashtu. Jo, jam rehat, të paktën, tash i kam filluar të simpatizoj që gjithë ata që besojnë. Është shkruan një shkrimtar amerikan, ka qenë operativ i CIA-s ai në Bosnjë, edhe thoshte i simpatizoja shokët e mi, thoshte që besonin në fe. Dhe unë mendoja Amarildo që e keqja nuk të vjen as nga ai që beson, as nga ai që nuk beson. Po të vjen nga ai pushti që s'beson, po përdor fen për të goditur të tjerët edhe për qëllimet e veta. Kjo ishte një shprehje shumë e bukur e një profesori. Tha, krijimi i feve, nuk du t'i futem asnjërit në ashtu, nuk du të ofendoj thjesht, po citoj atë, nuk është ndoshta mendimi im totalisht, 99.9 është, po jo 100%, është që krijimi i feve, tha, u bë që për të manipulu njerëzit, për t'i marrë ato dhe për t'i drejtuar në përfronte të politikës tyre. Tha, sepse pikërisht në atë kohë, si më do them, besimi ishte shumë më i çlirët, më i lirë. Pra, besoje ke lulje, besoje ke Zoti, besoje ke dielli, kishe këto ditët e famshme të festave fetare që janë të mrekullueshme, por kur e shikon, domethënë, sidomos tani që janë fut për shkak kësaj lufte, të kësaj që po ndodh sot në botë dhe të kuptosh domethënë mënyrën se si manipulohen njerëzit ose se si feja i ka manipulu, unë them që Enver Hoxha e ka bëu gjon më të bukur të botës. Pse them që ka bëu? Jo. Pse them që ka bëu gjon më të bukur që ka qenë e mundur me u bëu në këtë botë? Sepse në fakt ai nuk ndaloi besimet. Kushdo që flet nuk e ka idenë ose është i tensionuar nga problemet, po nuk ndaloi besimet. Ai ndaloi pikërisht këtë që thot ky profesor, ndaloi institucionet fetare. Pra, IMM ka qenë një fëmijë i bukur derisa vdiq, edhe 7 vjeç po fëmijë ishte, 60 ku diun sa vdiq. Mam, fal. Çfarë bote? Nuk kishte katolike. Nuk kishte fest fetare. Që ajo nuk e festote, po jo festim si shpresa. Do më thoni, jo vetëm festim brenda familjes, po duhet u merrte tani se kush nuk kishte. Dhe arritëm një pozicion tjetër që ishim keq edhe me lek, o ishim beter, lum.
merrte borxh. Për shembull ke komshiu, e bote darkën, i çote edhe diçka komshiu që kishte marrë borxhin. Do më kishte të marr fare. Nga pikpamja ekonomike pas ka qenë ditë zezë. Cerro me gjumë. Imagjino se si më shkote mua e pjatë se u s'dosha as festat jo. Sepse e shifsha ekonominë, sidomos në ato momente. Më kuptove, ajo thoshte, jo, bip, se na e bje zoti marë, edhe kishte edhe këtë shpenë, na e bje zoti marë. Edhe erdhi moment që pas viteve 90, kishte punu i jetë, si ajo si i ma, edhe morën ka ato qiklat e pensioneve. Ashtu vazhdojnë. Qikla, do më një të merë i vërtet. Edhe se që më thaj, ditës isha mërzit, se po kryoshim si biznesi, si të mërzit. Ishte edhe dita e tensionume, që si më kishin shku gjonat marë, si isha shkrep se fare në atë ko. Bro me nërë, tha që kemër mamë, tha që mërzit, ta bje zoti marë, tha, qa zoti me i thash unë, na mytë edhe ti thash, me këtë, na i bje zoti marë. Dhe qatë ka plu zotit ty, thash, i pension kokra. Po ishte gojnë shpadur, burë. Zotit tham ka dhonë ty, tha, e të punu ty, tha. Apo mi plëtsot gjitha mu, ja përkua zotit, tha. Tash ka me besu, thash, në mi o bok. Pas ka qenë delegat në zotit, Po jo, unë isha pjesë që kështë dhonë zotit asaj. Në mënyre, ka pas drejtë, sepse edhe fëmia është një ndër ato opcionat e mrekullueshme që ja atribojmë zotit. Jo më dakord, po ishte, do më thënë, nuk unë s'kisha me gjithë se kam atë maninë e kundërshtimit, isha ke drejt ka qa zoti atë mund me ty. Dhe besimin zot ose besimi sinqerisht e them me shpirt është gjoja më kryevepër e botës. Po edhe unë i kam zili ata që besojnë në do më thënë edhe unë besoj pikrisht në formën time. Unë besoj tek energjit, unë besoj për shumë që në qofë se do hedhësh të mira në këtë jetë, në qofë se do mundosh të japësh gëzim njerëzve, detyrimisht gëzimi do vi ke ty. Nëse nuk do ngrihesh me idenë për të shkatru jetë, detyrimisht do ndjesh i lumtur në fund të jetës. E disa i lumtur jo mund si ropë më burë, pavarësisht probleme që kom kalu. E pavarësisht për plaseve. Unë jam yll. S'ke bërë keq. Jam yllë me atë konshiencën time. Ndjem shumë mirë, biles ke njerëzit më me fat në botë. Nuk s'të ka ngacmuar në një herë të shkosh në Sarajevo, të vrasësh në i Kalama ose në Gaza. Do më të merë fare, to janë gjona që sa shu, biles për shifja, sa interesante, sepse është me aktualitetin. Edhe në Iran mund të këtë dalë sport i ri që ta nisësh nga Kalamaj. Shimës është diçka interesante që ta lidhin pak edhe me aktualitetin. është një Ilia Papas, inshallah nuk ja them keq emrin. Ilia Papas është një filozof. Gati filozof është ai, është me origjinë kështu hebre. Studiues i jashtëzakonshëm, pedagog, shkrimtar. Që ka si grek, sikur është nga fshatrat e minoritetit. Jo, ndoshta se ja thash unë biemrin, ndoshta unë t'ja kem thonë unë biemrin ndryshe, pse ka papas aty, po nuk e di se si konkretisht. E ka, po mund të shë, nxorri një libër mbi zionizmin. Dhe t'ja shpjegojmë pak njerëz edhe vetë, se si ka lind, se është që më e bukur si ka lind. Lindi në një deg mes protestanizmit dhe katolicizmit dhe katolikëve. Bravo, katolikëve. Lindi një deg që evangelist kështu quhen, evangelist. Nese, jo, e kam pa me një interes fantastik sepse është një art që prandaj edhe do ta them. Pra, zionizmi ka lind, le të themi, nga degët e katolicizmit, e krishtërimit. Nga jo ka lind. Dhe këto e hodhën në fillim si një tip ideje, është shumë interesante, e hodhën si një tip ideje që dëgjoj, kur të shkojnë
këto hebrejt në Palestinë do filloja 1000 vjeçi i Krishtit të famshëm, më kuptove, dhe njëkohësisht do ringjallën këta të vdekur, si ishte ai problemi me radhë. Dhe në fillim e qitën thjesht si teori, le ta themi. Pastaj influencuan tek disa politikanë të kohës në Britani. Po më e bukur ishte, kjo është shpjegimi i tij. Po të fusim një diçka, është i lindi pikërisht në kohën kur perandoria osmane ishte bërë, domethënë ishte duke vdekur. Dhe këto dëgjothan, Britania ishte ajo që mbante perandorinë osmane në këmbë, sepse thoshte nëse kjo do shkatërrohet, dalin rusët në bravo, do dalin një të problemesh, kështu që atëre këto përqafuan pikërisht politikanët britanesë, por përqafuan këta, thanë dëgjoj, mënyra se si mund ta bëjmë, sepse në atë kohë shqiptari Muhamet Ali pushtoi Palestinën. Dhe do pushtohet edhe Turqin fare, me nuk po pushtohet Turqin. Po i tha i bëjum në mbreti, tha. Nëse. Edhe këto dolën me idenë, thani kjo. Britania patjetër duhet të zë vend në Palestinë. Sepse futet prapa ajo, e ke parasysh të këtyre kështërimit të një tjetër, bravo. Dhe më vonë, këte ja u drejtuan, ja u dhanë ta përkrajnë pikërisht edhe hebrejt. Dhe ishin hebrej, domethënë që ishin lorda, mund të them në Angli, që përqafun këta. Ju duk shumë interesante. Disraeli ishte kryeministri i Anglisë në atë kohë. Jo, ishte një përpara. E përqafun, i thanë, që ka shumë interesante, tha, pse? Sepse realizohet edhe ajo që krishterimi prap ka Palestinë, vendin e shenjtë, prap bëhet fjalë me ato, e ke parasysh, kryzatat e famshme, pra ishte një lloj kryzate tjetër, dhe nuk ka gjë më të bukur, tha, se të kemi hebrejt pikërisht në këtë vend. Duke pas hebrejt në këtë vend, tha, edhe pastrojmë Europën pak. Thoshte hebrej, pastrojmë Europën, në ç'kuptim. Sepse dhe kur bësh fjalë që të pastrojmë Europën nga hebrejt, kjo ishte e bukur, sipas këtij, nuk bësh fjalë të Europës, të hebrejve të perëndimit, le të themi. Bësh fjalë për hebrejt e lindjes, ata ishin të varfër. Dhe e dini që ato nuk do integroheshin kurrë, biles. Ishte mundësia që nga luftrat që po lindnin, ata të drejtonin drejt Anglisë, edhe Gjermanisë edhe me radhë, dhe thonë, okej, prit, po sikur t'ju çojmë Palestinë. Dhe më vonë këtë e mori një hebrej shumë interesant që harrova emrin Theodor Herzl. Bravo. Dhe bukura është që Theodor Herzl nuk dinte as hebrejisht. Po prit se kjo është kryevepër fare. Ky është themeluesi i sionizmit modern. Ta ashtu dhe. E mori ky, pra ishte për hap ajo. Ishte bëri kongresin. Ishte bashku dhe ky bëri kongresin. Po historia e këtij është shumë interesante, sepse ky në fakt donte të bënte pjesë e nazizmit, le të themi. Po ata i thanë, ishte në Austri. Ata i thanë ikën Alerati, në më kuptoj e hoqën si hebre, okej, tha ky. Atëherë pse mos krijohet një kombë? Dhe ishte shumë e rregullt si ide. Ta krijojmë ta kombin, edhe përfundimi ishte akoma më i bukur. Pasi u kriju shteti Izraelit, pasi e ndihmuan të krijohet shteti Izraelit, natyrisht ata i kishin bërë tërë, si mund të them, përçapjet edhe organizimin e një tjetrën. Përsa dua të thash në një ashtu. Okay. Theodor Herzl ka vdekur përpara se të lindte nazizmi. Po, por idetë e nacionalizmit gjerman, pra ishte të luftës parë botërore, le të themi. Ka tek edhe përpara luftës parë botërore. Po pra, ishte
përgatitur për luftën e Ka parë. qenë në fund të shekullit të 19. Po pra, në 1905 ai vdiq. Në 1904-1905 ai vdiq. Eksakt. Por idetë, sepse nacionalizmin për herë të parë e futi Napoleon Bonaparte. Gjermania pasi e pa që ky nacionalizëm i dha hov, nuk njifshin njeri përpara, atë e thënë, okay, kjo do bëhet. Pra, nuk ka lind me Hitlerin nacionalizmin, ka lind çik përpara Hitlerit. Bravo. Patjetër. Madje duhet më thënë që edhe sot gjermanët e vuajnë mungesën e një nacionalizmi siç e kanë për shembull francezët ose italianët që njohin një komb unik, sepse bavarezët urrejnë prusianët urrejnë hanseatikët. Domethënë në këtë kohë bile është edhe ai Bismarck u harriti e formoi disi. Madje është interesante se Napoleoni që thua ti, gjëja që pushtoi kollaj ishte Gjermania. Edhe shpreha e tij ishte, po habitëm tha, kombi më me kulturë i Europës sa të pushtohet kaq shpejt. Po ishte pikërisht mungesa e tharmit nacionalist. Dhe ata se kur je kombi i madh dhe kombi i zgjuar kupton pse hum kaq shpejt. Që nuk e kuptoi Europa më vonë. Edhe shumë shpejt besoj do e mbyll. Pasi u krijoi Izraeli dhe ky tha një gjë shumë bukur, ky Elias. Tha një gjë shumë bukur. Një gjë tha. Hebrejt tha, në shekuj, në mijëra vjet, i kishin kriju mekanizmat se si të korruptosh elita. Po. Sepse kjo ka qenë tërë jeta e tyre, tha. Korrupto elita që të funksionojnë në emër tyre. Pra, u boshin nën punës, më kupton, na merre këtë, merre atë, më bë këtë nder për këtë. Po, edhe si në punës të i korruptum për parë me, kështu i do bësh atë që dua unë, përfundimisht, po të kapësh. Dhe tha, kjo ishte e thjeshta për të bërë tërë, se më them, perëndimin, që të ndihmonte këtë lëvizje, dhe kishte dhe logjik, tha, dhe Herzl nga ana vetë, domethënë i dha logjik, pse këto mos të kenë një komp, do shumë e drejtë kjo, pse mos të kenë një komp. Aty ku Herzl ndoshta ishte çik më kështu, si më them, më eloquent ose le të themi më flexible. Kjo është më e bukur, më flexible, se thoshte, nëse nuk është në Palestinë, le të jetë vend tjetër, nuk e di më kuptova. Nuk kam unë probleme këtë. Ishim edhe neve. Po më, një nga pikat. E bugra filloi pas luftës së dytë botërore. Po. Mbaroi lufta e dytë botërore? U ndanë vendet në socialiste kështu. Po. Atëherë u desh një ndihmë nga perëndimi, sepse këto kanë qenë gjithmonë ndihmë e perëndimit. Pra, hebrejt boshin punën që boshin më mirë. Çfarë halli këti ta zgjidhun? Kemi hall komunizmin. Okej. Atëherë këto influencuan ose si më them pushtuan një fart masë, le të themi influencuan partitë liberale, partitë e majta. Dhe të parën morën partinë laboriste të Anglisë. E qanë atë. Partia laboriste në vitet 50, ku këta përfundimisht e morën, mund ta quaj kështu, domethënë kishin një influencim të paparë mbi të. Partia laboriste e asaj kohe, sepse është të lezetshme Partia laboriste, mbështeste Pinochetin, mbështeste atë si ka i Spanjës, atë Frankon, kundra komunizmit, po. Dhe ja paraqisnin tani gjoja britanikëve që dëgjoj, socializmi vërtet nuk është ai i Stalinit e atij Enver Hoxhës që ka ai emrin, atij tjetër. Është kjo që po bëj Izraeli, kështu që ne jemi me këta. Dhe hajde luftojmë kundra këtyre të tjerëve. Dhe kështu u kthy në që i themi në parti liberale në gjithë botën. Parti liberale kanë kthy pikërisht këta mjeshtra. Dhe çfarë kishte liberalizmi? Se domon kishte prit LKTP, prit fusim këto
artin modern, artin abstrakt, ku të njësësh, vetëm mos kesh mo ide, dhe mos kesh mo qëllim. Dhe çfarë bën? Në vitet 60, diçka nga vitet 60, Amerikanët e pan pikëzionistët si krahun më të pëlqyeshëm dhe më funksional për ta në lindjen e mesme, se gjithë lindja e mesme ishte gati të shkote në, le të themi, socializëm, në një farmasë, thoshin pse mos marrim pasuritë natyrore, valla. Ti marrim ne pasuritë natyrore. Po, kanë qenë edhe një parti e fuqishme socialiste aty, partia Baath që ishte në Siri dhe në Irak, ku Saddami dhe Assad ishin shef aty. Dhe është interesante që krijuesi i kësaj partie ka qenë një i krishterë, Michel Aoun. E bukur është që ta janë varur këta. Si? Tani këta që donin të merrnin pasuritë. Tani e di ishte se këtu fillo komplet qyfyrja tash, ne mund ta quajmë kështu, këtu filloi qyfyrja. Izraeli ndihmoi që të vriteshin të gjithë kryetarët e lëvizjeve të këtyre partive komuniste. Të partive, le të themi komuniste, socialiste, si pakën si ka. Dhe më pëlqyeshmja për, le të themi, edhe qoftë dhe për Iranin, ishte Irakun. Edhe për Iranin ishte pikërisht ajo që ndodhi. Më kuptoj që ishte një, lider fetar. Është okay lider fetar vetëm komunist jo. Pra çdo gjë para 50 vjet, 60 vjet. Amerika dhe Perëndimi për çfarë donin, se këtu është e bukur, për çfarë donin të shërbenin, Izraeli ja u shërbeu gjithë. Por në të njëjtën kohë i shpëtoi edhe Mercit, tha e kemi aty, tha me bë punë të pista që si bin dot meta. Bravo. Po çfarë buni Perëndimi, harroi që siç po ja bota atyne, po ja bota edhe këtyne. Po ja bota edhe Perëndimit, sepse gjithçka e komandote tani po Izraeli, po zionizmi. Do futesh në luftë për mua, do e bësh te për mua. Do futesh këtë art, do më japësh parë për këtë artin tjetër. E ke parasysh si lam-nam në vitet 60 për atë muzikën e famshme metale këto? Janë këta mjeshtra që e krijuan atë muzikë. Ozzy Osbourne, hebreisht? Bravo. Edhe këto lloj muzike, domethënë që se u ngritën në vitet 60, filloi duke u ngritur qoftë edhe në Perëndim. Po abisëm ka pëlqyer kur heavy metal si muzikë. Tani po të shohësh të tërë format e artit të asaj kohe, domethënë është njëra më banale se tjetra në atë kohë. Ose se është një Andy Warhol që bën këto pikturë që po futjem edhe AC/DC, jam kuptoj përveç se në drogë nuk mund tani gjosh atë më shumë se 1 minutë. Po, duhet jesh i bërë druqë ta. Po, më burr, edhe më e bukur është që po ta shikosh të gjithë, edhe më të mirët aty, po të shikosh, të çojnë drejt një lirie çfarë, lirie what. Dhe kjo liri më doli mu kur shkova në vitet 95 në Angli, se kisha Liri Dashsin, kisha partner biznesi, ai 18 vjeç ishte pallum drogë, sepse ishte moda asaj kohe, dhe ishte në moshën 30 ca vjeçare, ishte 47.000 pound borxh për 3.000 pound që kishte marrë në atë kohë. Kishte marrë 3.000, jo 47. 47 kishte për të la. Okej. Imagjino të ndërtote jetën me 47 borxh. Ti vem ka pak kësaj pune. E bukur është që evangelistët dhe hebrejt le të themi ja kanë me të fut me njëri tjetrin. Siç e kanë këto, prit. Siç e kishte sa rehat jam mëngjes. Po, siç e kishte Perëndimi me izraelitët, që kishte një gjë, ju na animoni neve që të mos ketë komunistë aty. Mirë tha, ju gatisim ne. Ne animojmë këtë muhabet. Evangelistët tash. Po më ta çaj unë çketi. Jam kuptoj dhe evangelistët nga ana vet.
Dhe Perëndimi ju la dorë të lirë, se po të shikosh tër krijesat e modernizimit, le të themi, ose të asaj shpërbërjes së familjes e gjitha, dhe vinë pikërisht nga këta mjeshtra. Pse? Dhe aty e pam dhe ne se çfarë, domethënë. Shiko se nuk është se ndaj të njëjtin mendim, ëh. Jo, mos. Amari do në shumë gjona, po ky. Jo, këto s'janë mendimet e mia fare. Janë të ndajmë edhe unë komplet nga këto. Janë të Ilias. Janë të Ilias, të tëra që po them. Të Hebreut. Po më burr, janë të Hebreut, janë të Ilias. Nuk kam asnjë lloj mendimi unë ça thot ky. Jam këtu, mos më vëm ndër. Jemi të dy atë. Jo, unë thjesht po them një anë. Siç po thon tjerë një anë, unë po them këtë anë e këtij, se më duk interesante, se më duk me humor. Mos është komunist këmë. Shumë burg e brej 100%, se ky shpjegoi dhe vazhdoi shpjegimin dhe çik më bukur. Se tha tash dhe kalin antisemitizmi, tha i papa, tash nuk ka mo ka pak për ta vonë atë muhabet. Më kuptove, kështu që kam iden që hebrejt duke qenë popull i zgjuar i bëjnë të dyja vetë. Po. Për shembull, ta shohësh këtu në Shqipëri. Sponsorizojnë të majtën të gjitha më bën. Sponsorizojnë dhe antisorën, që është ky Birni për shembull që kritikojnë qeverinë. Po më bën. Pse bëhet kjo? Bëhet nga më mirë të dali njëri që se kontrollon dot, më mirë stimulohet ti dhe e kenë në kontroll. Zotëria në fjalë. Thot këtë. Që nga David Cameron. Ta mbaroj unë ide kush ishte. Patjetër. Është sionizmi, hajde kryejmë dhe antisionizmi. Po. Dhe e kontrollojmë ne. Po. Nuk ja lëm në një psikopati si puna ti Musteqes Gjermanisë që na shfarosi. Po. Ja. Tani po të shikosh tër antisionizmin, që të dalë kjo. Dy veta ju kanë shpëtuar nga durrët këtyre, Musteqja e Gjermanisë dhe Musteqja i Bashkimit Sovjetik. Po të shikosh antisionizmin, qoftë edhe në Reels, po të shikosh antisionizmin është shumë i thjeshtë. Dgjoj thot, këta thot janë shkaktar të kësaj, të asaj, sjelljes komunizmit. Këto thot kanë vra këte. Domethënë, ndërsa zionist nga në vetë, prapë qesin një gjohë. Ju thot jeni komunista. Pra të dyja palët po të shofësh heqin këtë që qate pitën të dyja krave, i vetëm rrash të dyja, edhe vazhdojnë, edhe të shi dhe antizionistët dhe zionistët thonë një gjohë. Këta në shkaktarët, kurse zionistët thonë se janë komunistët pa ne na sulmojnë neve. Ka hik nazizmi fare nga tregu. Ai nuk sulmohet fare, kanë lënë gjumë Hitlerin, atë ku këte kemi hallë që thotë. Sepse kjo zgjidh dhe hallët gjitha, i qata. Dhe ky thot që nga mirë, fusin edhe në kështu në terrorist me shapka, për shembull. Po në vetë më burr. Merr makinën në depresion dhe i futët. Dhe mos i marrun me të majtën botërore, u futën ke djatha, kanë dhe të djathën. Prapë sipas këtij, kanë dhe të djathën. Dhe tani thot është kriju ku fillo Gallata. Ku vazhdo Gallata, sepse për të filluar ishte këtu, që ti na animon neve kundra komunizme, këto hangrën gjithë. Do më gjithë perëndimi. Tash ky Boqef i thot ndaç ju rritet gaz, ndaç rritet gaz, do bëhet kjo që them unë se e duhet të gjatën. Gjatë tash 60 vjet ju kom shërby. Po më duket sikur s'na ke shërby. Kështu si po dalin gjonat. Mirë. Kurse kuptuat atë tash jeni vonë. Edhe, jo, e bukur është dhe ke vetë feja, se kjo është më e bukur, se e nisë me fenë dhe përfundoj me fenë. Problemi është që këto evangelistët dunë me afut hebrejve. Mirë. Dhe kjo është kryevepra. I thot një gjo, ju thot e meritoni, thot sa e doni atë pjesën e tokës kaq, edhe çik më të madh, mes dy lëmeve, kapni edhe çik det, se sonë ai problemi më. Sepse sipas evangelistëve është ku shkon gjithë brejt aty. Vje Krishti
dhe gjithë hebrejt i kalo i bo kështu në që quhet. Ca i zhduk, ca i bo kristian. Krishter, do më thënë. Më kuptoj, kështu që e rregullum të, ju futun aty thot. Sipas hebrejve, është kjo tjetra që ne do e mojmë këtë tokën, e do vi Mesia jon, e ju do në hani mundin gjithë. Qa ka shpjegimin? Po shpjegoj me fjalët e mia. Tash do thoshti, ne ku qëndrojmë, që ta bim këtu në tokë, ne qëndrojmë, ne më pallosha. Ne shpad luftë Irakut, shpad luftë Iranit, shpad luftë Kubës, gjitha, ë? Shumë mirë jemi, Ne jemi yll. Ne jemi yll. Këtu kjo është pak a shumë përfundimi sipas. Po, e di kush është. Gjithmonë sipas atij, po. Që Amerika nuk i ka shpallala luftë. Jo më burr. As Izraeli. As Franca, as Gjermania. As Izraeli më dha, ashtu po ashtu po di se ka shpallur. Bravo. Jo, po ne jemi njësha. Si kishte thënë ai, Khamenei pasën me vdek, është një shtet shejtan. As shejtani, kur nuk e di se ç'është ishte i fjalë tjetër më kështu. Jo, me shejtan budalla. Okej. Faleminderit. Jo, ishte shumë simpatik. Jo, ka libër ky ka bërë studim. Jo, ka bërë studimin. A di sa më përshtypje mu pikërisht. Ilia Papas le ta ndjekin. Kjo më bën përshtypje, Amarito, që po të flasim unë e ti, jemi direkt, do më thënë, duam zhdukjen e popullit të hebrej njën e tjetën. Por ata brënda vetes e lejojnë mendimin e lirë. Po. Të folë edhe kundra ti, të qatë dush. Je i joni ti. Nuk të... Po jeve, ti po nga thua që je i poshtë, po jeve të... Tani, po ta shikosh artin hebre, më kuptot duhet mahnitësh, ata nuk përjashtojnë njeri nga feja e tyre. Nuk përjashtojnë asnjë, qofsh hajdut, qofsh kriminal, nuk përjashtohej nga feja. Sepse këtu është defekti i këtyre fejve tjera. Fejt e tjera, për shembull, nëse vjedh njënit pret dorën, po detyrimisht nga feja të mallkosi, mund të them ty e tjerë e tjerë. Legjët presin dorën, presin në topet. Të heqin marë. Vret po ashtu, më kuptove. Kurse këta thonë, ai do reflektoj ditë, edhe kriminel që të mund ty me qenë serial, kill. Baraban, o bla? Baraban. A e falë. Po më do reflektosh. Bashkë me Krishtin. Po ishin këta që përdhënun në live, por e kishin me këshu, e përdhënun në robin.com, asë shtrin një qik, në bicikletë, ashu. Këto i lëroj. Dhe, shiko. Pra, jo, qëfar duhet njën nga gjithë kjo? Ja, të them edhe një tjetër. Mbështet në plotësim të saj. Kur u vra Yitzhak Rabini, që e vrau një izraelit, trauma e madhe e shoqërisë izraelite nuk ishte vrasja në vetvete si akt. Ishte pse një izraelit vrau një izraelit tjetër. E kin fe. Kjo ishte trauma e tyre. Po, është trauma e paparkë. O do më thënë, kjo nuk falet, e vetë një gjë që nuk falet. Nëse çfarë kanë të shkruajt me, nuk është, dhe këta besojnë ke kjo, dhe ka qenë, është një shpjegim shumë i bukur që ka bërë prap një profesor. Është një shpjegim shumë i bukur se çfarë bëri këta të ndërtojnë këtë lloj feje, se është feja më brillante që mund të ketë bota, për të marrë njerëz sa do larg njëri tjetrit që të ndjehen prap një familje. Ja. Nëse është i gjo për të mësuar nga kjo, sepse por rabit, bile se kam shortsin këtu, thonë se çfarë i kemi bën e perëndimit. Këto thotë s'kon as komp, as dignitet, as si gjo, ne ja kemi bodhë, jonë zero me gjuvkë, nuk e meritojnë, janë gojim, dhe jonë, qatë dhe më nëti, ja e ke gabim se ti, nuk, e ke drejt shoku. Si kemi lonë, thotë, gjo në kom, të vetëmi thotë që kemi qëllim për jetën jemi ne. Okej, Amarildo,
Jo, po ta shikosh si art, domethënë sepse sa po folën përpara që folën për Napoleonin ose folën për Gjermaninë, po nuk patën një unitet mes njerëzve. Po nuk i lidhe me anë të një uniteti që unë do bëj diçka, do e bëj për atë dheun tim, unë do bëj diçka, do e bëj për kombin tim, do e bëj për njerëz, jo vetëm njerëz të mi të asaj shtëpisë që s'na kanë ngel mua si çerek. Po për gjithë komunitetin dhe ti jemi lidhur në këtë komunitet, atëherë je gojem, je nuk vlet jetosh. Dhe këtë po thon ta. Je në njeri. Po. Okej. Kjo është më ajo që është krijimi i domethënë një ndër trendet e botës është, meqense jemi edhe në ditën e Bajramit, është krijimi i shablonit të muslimanit terrorist, i cili i cili merr 7 gra, i cili martohet me minoren, në krahun tjetër i qajnë kalamajt. Jo, e ke që 4 vjeç, e ke të shkrujt me që 4 vjeç. Po. Që me zi shpret të vrasi vetë, ndërkohë që shumica e muslimanëve, shumica dërmusa, nuk pikë 90%, qohen në mëngjes, shkojnë në punë, duan me rrit ata kalamajt, duan me i shkollun, duan me kriju një jetesë normale për familjet e tyre. Mirë po, krijimi i këtij shabloni ka bërë në perëndim që nëse ti thua jam musliman, shikohesh më një herë qoftë kur hyp në avion, qoftë kur hyp në supermarket, qoftë kur do me banu në një apartament, ky është i huaj. Domethënë kanë krijuar atë që thot Umberto Ecoja, të krijosh armikun. Dhe kjo është, dhe në këtë pse e kanë bërë, natyrisht që gjithë kjo propagandë është bërë për veten e tyre, për të krijuar që një ishull demokracie dhe në lindjen e mesme, i cili kërcënohet nga një det terroristësh dhe muslimanësh. Ndërkohë, kur u sulmuan nga Iraku, ishin pikërisht këta muslimanë që ngritën avionët e tyre, ishin jordanezët, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara që ngritën avionët në ajër dhe përdorën sistemat raketore që raketat e Iranit mos godisnin Izraelin. Po e qartë. Siç sot e njëjta gjë, janë shumica e tyre që po pësojnë dëm nga kjo luftë. Ato aty në mirë ju bon, ato me të shkrijen fare, por ato s'bëjnë për rob bonese. Mirë. Jo më s'bëjnë për rob qeveritë e tyre, kjo është ideja, sepse çka kanë. Po jo pra, e kam të dinë diku tjetër. E kam fjalën që nuk janë kaq terroristë dhe nuk janë kaq armiqësor ndaj tejet. Nuk ka pas fare, nuk ka pas ndonjëherë në gjithë historinë, qoftë edhe të thonë prej tyre, pra prej librave fetar, qoftë edhe prej historianëve, nuk ka pas ndonjë kontradiktë antagoniste, në mund ta quajmë kështu, ndërmjet hebrejve dhe muslimanëve. Do të them një fakt shumë interesant. Në legionin e huaj francez, kur shkonte një njësi në luftime, gjithmonë këta kanë një kapelan që ka qenë prifti ushtarak. Por në rastin që ishin reparte mikse që kishte dhe hebrejnë dhe musliman, kur reparti nuk kishte hoxh, muslimanët shkoshin te rabini që u falsin, nuk e di ritat që kanë. Sikurse kur nuk kishte rabin, hebrejnë shkonin tek hoxha që bënin ato ritet e tyre që pra faleshin në që. Dhe po ta shofësh, shumë rite i kanë përbashkëta. Prej në halal, ta i që në kosher. Përbashkëta. është dhe feja që është më kompakte, po të shohësh fejnë muslimane është shumë më kompakte në mjet tyre, do më thënë muslimanë si familje vazhdojnë ta ruajnë ata, më kupto si bashkësi që folëm ne. Për shkak po të shkosh jashtë, i thu jam shqiptar për shembull, thonë Muslim brother, mund vite më rënqat të trupi, po punë të kryshin. Ashtu, Po punë të kryshin, nuk të lenin në balt. Dhe kushdo shqiptar mund të flasë po të njëjtën gjë. Edhe po të shkosh për shkakun në më të shkosh në një kishë katolike, thonë okay, siç kemi pa në Greqi, rri aty se t'japun bukë. Kurse këta thoshin ta të fuqin jetë në një farë mase. Nuk e di, pra janë dy lloj gjonash që çalojnë pikërisht edhe këtë mënyra sepse
pse kristianizmi i raj qik, i raj jo pse po zgjohet, si më them, pse po përhapet më shumë muslimanizmi, se është pikërisht kjo, aty solidariteti. Bravo, kanë bërë një solidaritet, është gati copy-paste, më të qëmë kështu, po jo, është shumë e sofistikume hebrejt se sa musliman. Por janë të vetmit që, si më them, mund të shifen si armiq për dominim. Në fakt, ka disa filozofë e cilësojnë muslimanizmin më të afër me të majtën për shkak të solidaritetit, kuptohet dhe hebrej, janë shfiksit të majtës teorike, dhe katolicizmin dhe protestanizmin e shohin më me afinitet me të djathtën në individualizmin e saj. Po nga libri i këtij papas, kishte diçka. Kur erdhi momenti që do vinin hebrejt në Izrael, ishin sa që ishin Marok, ishin në për këto venet Marok, Irak, Iran vazhdojnë tjenë, po nese. Po mori, si shembull, nuk e di për çfarë, mori Marokun. Kishte qenë një, si më them, një shumicë madhe, një masivitet aty. Dhe kur këto fillun futën idenë e zionizmit, që ju duhet vini atje se ju jeni komp tjetër, aty ta fillun problemet. Ato ta kishin 100.000 vjet atje, ata ju ishin... Madje kur qeveria e Vishis në luftën e dytë botërore i kërkoi Marokut që ti dorëzon të hebrejt, mbreti Hasanët nuk pranoi në asnjë mënyrë dhe ai komunitet qëndroi në mbrojtjen e muslimanëve. Këtë po thot ky. Këtë me pikërisht shpjegoj të kësë, unë nuk e disha shumë, unë ta shik domethënë këto trakat e javë që jam marrë duke e shtjellu pak se është Ke agjeruar? Ke agjeruar? Unë agjeroj? Jo, thash, ke agjeruar dhe me që ke agjeruar, ke hequr mendjen nga ngrëna duke lexuar libra. Unë vazhdoj ka ajo pjesa e energjive dhe me thonë drejtë, unë jam besnikit parëve të mi që u falqin lules, busqeshës femrës, zorit nënës, qelli, tokës, çdo gjë e bukur që më vje bukës, për këto tjera më vje anash. Okej. Jo, kjo është, më kupto, nështë e kom gabim, po, di dhe këte e kam besimin më të madh nga gjitha që çfarë do lloj race, çfarë do lloj që ndoshta edhe po ta shikosh, edhe gjithë kombinime kanë thelb, edhe më kriminalët e kanë në thelb që ke vënë re për shembull që nuk të ngacmojnë qoftë edhe kur jemi të dashur, nuk të ngacmojnë qoftë kur jemi nusen. Këtu ke ne si kulturë, e ke pasur mundohen mos të ngacmojnë, mos të ashu, pra që mos bësh syrin e një fëmije për çajt, jo më ta vrasësh. Me këtë, ky është besimi im. Shiko, e vërteta është që neve diskutuam edhe në Facebook, po e vërteta është që pika jonë e dobët që na kanë pika më e fortë, më e bukur. Po, njerëzore patjetër. Më e bukur. Po është se neve s'kemi ditur kur të vrasim gra dhe fëmijë të kundërshtarit. Për shembull, në historinë tonë nuk njihet kemi djegur në një fshatët, kemi vrarë fëmijët, gjë që ka qenë sporti i pushtuesve tanë. Patjetër, i serbëve, i grekëve, i shfarosja, sidomos e atyre që riprodhojnë grave dhe fëmijëve. Dhe kjo ka qenë ajo pikë që neve na ka bërë që të ngushtohemi gjithmonë në territore, sepse ne kemi ditur të jemi të pamëshirshëm siç kanë qenë kundërshtarët tanë. Dhe kjo është, e tha njëri shumë bukur, nuk e mbaj mend. Tha, tha njëri që është shumë bukur, tha, perëndimi tha nuk është se ka pas ndonjëherë kulturë, tha. E vetmja gjë tha që kanë bizotruar, tha, është pikërisht mospasja e kulturës njerëzore. Tha, pra ku kanë shku, nuk e kanë pas problem të fshin. E thot një gazetar italian, që është, domethënë, një kinolog i shquar, ka shkruar një libër, domethënë, Kina e shpjeguar perëndimit, dhe ai thot në momentin në vitin 1820 Kina kishte 25% të GDP-s botërore. Anglia kishte vetëm 5.7%.
Po kush ishte diferenca? Kinezët ishin introverts që të pranonin po të shkoje, ndërsa anglezët, britanikët ishin ekstrovert, madje anglezët, jo britanikët, se skocezët, irlandezët, ndryshojnë. E qa bëri? Këta të 5%, 5.7% që ishin në teknologji e përdorën në mënyrë të pamëshirshme, vrastare, për të pushtuar botën e për të shkatruar botën. Ndërsa, gjë që një dorë të mirë, në atë pikrisht një dorë të fuqishme, të jashtëzakonshme, sidomos ndaj Kinës, e ka dhënë pikrisht hebrejt për shkatrimin e Kinës. Okej. Të asaj kohe. Nuk e di kush kanë nuk është, thashë, është thjesht studim. Pra një familje. Mirë, okej. Jo, nuk është fare. Ata e nxorën, shiko. Edhe e besojmë, sepse hebrejt nxorën mësime të mëdha nga 2000 vjetët që kanë qenë. Hebrejt kanë pas një diçka që më vjen mirë, të lutem më fal ta shpjegoj sepse kam hallin sa harroj. Nuk ka gjë më të bukur shitu. Më i pathyeshëm se ku shkon refugjat nuk ka. Po të shkosh refugjat. Ti ka thënë një fjalë të mrekullueshme, i ke gjithë kundra, policinë, komisiun, zotin, bravo. Por ke vetëm një gjë plus. Je i lirë. E di që do më thonë ti jesh i lirë, nuk ka kriminal më 100% që se njeriu i lirë. Je i lirë nga gjithçka. Nuk të vret syni tjetrit, nuk ka emocione ndaj teje fare. S'ke familje. Pra në momentin që po ta shikosh, nuk po flas për refugjat në Shqipëri, po e marrim ty nga refugjat në Shqipëri, ta çojmë me radhë, sepse është gjë më e bukur që mund të diskutojmë fakt. Ku shkon refugjat je një kafsh. Kushdo qofta, je një kafsh. Shef të vjedhësh, shef të mashtrosh, shef të fusësh hapin tënd në atë vend. Dhe më e bukur është që gjithë kur je në hall, patjetër pra kur je në hall, kjo bëhet fjalë, sepse në momentin që ti nuk je në hall, ke zgjidh hallin. Këtë po shpjegoj. Pra nuk je i lirë më, se kush ta zgjidh hallin? Ta zgjidh ajo familje që të pret atje, pra nëse të ka pret familja atje, ti nuk je ky i liri që po shpjegoj unë. Po në momentin që ti shko. Pra ti e merë thua liria si anarshi, si... Po këte, prandaj nuk do të ndërprisi kjo. Fjala i lirë është më terrorizuesja e botës, ke parasysh, nuk të pret njeri, nuk qa njeri për ty, nuk të mshiroj njeri, nuk do me dita e gjallë. Të njëjtën gjë ke edhe ti për ata, po ke këte e shef edhe ke sytë e tyre, edhe ke një gërmë e tyre, e shikon në çdo hap. Dhe ti e njeri nevoj më kafsh, do me thënë e rrezikshme se kaq nuk mund bëhesh. O mbjeton? Nuk ke dhe, nuk të dhim se ta zgjo për ata. Pra, o mbjeton ose vdes? Ose mbjeton ose vdes. Dhe në momentin që njeriu të kafsh, të sofistikuar nga truri, e ve në këtë pozicion, nuk ka gjë që mund të dali parë. Këtë e shpjegon, me kjo e shpjegon ti edhe mbizotrimin e kriminalitetit shqiptar në rajonet caktuara. Patjetër, dhe biles kur fuhet mbizotrimi, e di nga ka ardhur mbizotrimi i kriminalitetit shqiptar, le të themi, e ka fajin komunizmin për këtë. Si? E ka fajin komunizmin për këtë. Shera pa që fajin e ka komunizmi. Se komunizmi i mësoi shqiptarët që të bëjnë për njëri tjetrin. Qohet në 2 notës, dali të shkoj në moj shoku. A i të qenë me grunë aty në kërvat, i bje telefoni haqë se në kanal të zazaka pa anglesë, pa lesh presh, qohu se jam në halë. Bum! Atje. Dhe kjo i habiti anglesët. Sepse bote bravo, bote shërë me një shqiptar, tani, që ishte shumë normale, po, jo, ishte shumë normale kjo, në çdo lloj pubi anglez ose në çdo lloj veni mund bëhet i sherr, edhe fillojnë ato fuck you, fuck me, bër. Vishin 5 majt, pa ato si ishin çuka krevati me një gjuhë fuck you, fuck me, i futin një dru aty. Mazën e pyetën shokun, "Or çaj si ishte puna?" Se më men. Jo, kjo ishte, pak a shumë kjo ishte. U rrifte personi, masane, kur marote punë nga ngjarja, shkoshin me pinë e gjithë, ore, si lindi muhabeti,
pra pyetçin mrapa. Pra ishte ky solidaritet që pa dhonë ajo kohë që i boni shqiptarët që ishin shumë kompakt, shumë bashkë edhe shumë. Kurse veçimi i tyre, se po të shohësh për shumë edhe thonë bandat ruse, po njëta gjosh. Se këta nuk kanë as gjaj, këto s'kon as çuna gjaj, këto s'njohin as vllajën, as motrën. E kanë fjalën perëndimi, pa ne i pushtoi Hitleri ashtu si pushtohen. Edhe sot për shumë, me dashmi fut Putini, më të lehtë ka Knej nga perëndimi se në Ukrainë. Knej bëj xhiro nga javore e apo shoku. I javore i ciao me Francë, Gjermani, që janë do të dhjerat. Italianët janë të I ciao gjithë. Kurse ke vendet e lindjes, ju rilind prapa jo e adetarizmit ju, rilind prapa jo, më vrau komshiun. Ku po e rrua anglezi se ke vratu komshiun? Vrit më... A mon më kape vrite se pa kodë makinën këtu. A më kuptove. Ta shtyni që gardin. Pra, është pikësh kjo që ato ja kanë ashtu. Dhe me hebrejt ka qenë po njëta gjohë, këto kanë qenë në përvënde në gjithë botën, nuk i lidhte asnjë lloj gjoje për ato. Pra, do pare me fajde, t'jap shoku. Gjithë në loshin pare me fajde. Po bje shteti më vlla. Shkuën kalamojt, po vdesin për bukë. Është business. I don't care. Sepse nuk je, më e bukur ku lexoj që si asnjëri, sepse në socializëm për shkak ne kishim që këse kalamoni që në babën e ka pas plerë, po kalamone. Kurse këta e kanë nuk ekziston fare, sepse ta thot ai që janë gojem, nuk vlejnë. Merja gjitha. Dhe këto ishin, sepse nëse i lejmë pa thonë këto si që thot profesori, që se këto ishin ato që pse u prek të Europës, se u prek Europa në je nga gjohë tjetër. Hajde aty ka ndërto bankat fut përqinjet. E ka, shikoj, e ka me gjysmë asaj. Tregtari dhe në digut është për t'u habitur edhe vend qëndrimit tyre në për lagje të caktuar, në për rajonet. Po ishin shumë kompakt me njëri tjetrën. Po pra, është seleksionimi, domethënë, te ka menduar edhe unë. Këta kanë dalë kaq të rafinuar dhe kaq sofistikuar, sepse është seleksionimi natyror. Ai që nuk ishte në gjendje të mbijetonte, se ekzistonte më zhdukej. Po. Ke parasysh? Edhe kjo është ndoshta është më kryesorja tani është pikërisht kjo, që duke mos pas për shembull, çfarë ndodh sot, që ta marrim kështu. Bie një raket në Izrael, i dhëm aty në. Dhe prandaj po të shohësh hebrejt janë kundër zionizmit, sepse ke mundësi ku të kapi. A ke Izrael, a ke shtet? Ta qajun këtë shtetin. Kusë përpara ti unë isha amorf, nuk kishe vend për vetë se... Sot isha në Varsham, mas në bravo, për vetë se biles, unë isha ke veshje tani fliste, i padukshëm. Tani do bota si pas interesave të mija, se e pagusha tani, në korruptosha, e bosha këte. Pra që më bukur s'ka, si që kam pështu tërë perëndimit. Ky tha i gjë shumë bukur. Përzjedhja e politikanëve në gjithë Europën dhe në gjithë Amerikën nuk bëhet u zgjodh për shembull Edi Rama. Hajde ti shkojmë ti po shpërisim vesh. Jo, a ka Edi Rama talent? 18 vjeç, 20 vjeç që doli Edi Rama aty që jam kundra salës, mirë tha, hajde në Francë flasim bashk, që ke Edi Rama sot. Domethënë, shikoj, disha thema për shembull ky Sanchez, Pedro Sanchez, ky Spanjës do ta hajë. Do e haj. Sepse i kishin nxjerrë që gruaja e tij ka bërë një nuk e di çka kishte bërë, po ishte korruptuar. Shumë e korruptuar, po të shohësh për shembull se e di çam puni për shtypje, kam qenë në Angli kur u dënu ky i Maqedonisë, Gruevski, kur ka dalë Gruevski korruptum që i dolën gjithë ato, ishte se ky futi tubin e gazit të rus që të kalonte ky dhe nuk e di mbi 3 bilion fitote Maqedonia. Unë isha në Angli, pra nuk shifsha prallat shqiptare të korrupsionit. Se unë se kam pas hap ku fliqin shqip, se rriqin shqipen këtu në Shqipëri, më këtu se ishin më
komunist, kuptimin e aty në kooperativistëve, na ujin e Enverit, pije ujin e Enverit, më këto, kështu janë dhe këtu, pije ujin e Amerikës, na këte, të janë të dhirë komplet, ç'njerëzohesh kur shef ta. Por e shifshe në Angli, dhe ato ta shpjegonin, shumë qartë, se ku ishte problemi me korrupsion e Gruevskit. Gruevski kishte fut këte, po ndërtote shtetin Maqedon. E kanë nxjerrë edhe gejt është. Kuptoj, gejt do të nxjerrin gjitha, se vjen për të. Por është e bukur për shembull, po ta shoh se është e njëjti model propagande. Po. Për shembull ka Putinin. Doli që ishte komunist. Mosoni tha, e ka pasi tesër, thotë, duhet ta kem akoma në shtëpi, po nuk. Për këtë kjo se vritka, atëre gej. Po, jo, doli që kishte shumë gra, shkolle. E tha, ishte edhe në moshën time, tha, nuk tash e kanë nxjerrë që është gay. Ka dalë një KGB si Aratisul që ka shkruajtur një libër, lexova diku që është gay. Po ka qenë dhe i Kpucar që tha për Enverin, i Kpucar kishte marrë cia. I Kpucar në Korçë, po njëti model vlen për të gjithë. Po ti shohësh njëti model. Domethënë në fillim është i korruptuar, pastaj është kurvar, pastaj është gay, pastaj është pedofil, se ka dalë edhe që është pedofil. Kanë shkruajtur një ashtu. Më bukur se shpjegojnë këta. Ose kap tjetrin, për shembull. Është e ishulli i Epsteinit ky? Ka botë 99-at? Lidhje me Rusin. Jo, i ka botë 99-at. Po i bie Iranit. Lene këtë mos. Këtë për momentin nuk e losin. Kjo është dhe një si quhen të sa harrova emrin, të tip prifash të këtyre hebrejve, harrova emrin. Rabin, një rabin tha, Gjon, më kryevepër për këtë. Drejtësinë tha e kemi ndërtuar ne. Kë? Drejtësinë në perëndim e kemi ndërtuar ne. Bankat i kemi ne. Kulturën e kemi ne. Ke drejtësia, bëhet fjalë, nëse shef këtu kujdo e kap e fut mren shpërdorim detyre. Mos shpërdorim detyre. A ka bot 99-at, ka vjedh miliarda. Okej, e heqim. Po ju në burg, jo ti meren. Po ta shikosh, për shkak se shqiptarët thonë, pse se fut Belinda Ballukun. Biles ishte bukur ta kishim nis me atë Belinda Ballukun, ishin një dy komente interesante. Po mbro Belinda Ballukun. Neve, po mbro. Na thanë. Kur unë po mbroja në fakt vetëm konceptin se unë nuk kam Gjomi Kapin, jo më Belinda. Me thënë të drejtën, të gjitha që janë në burg tash ti, unë s'kam pas kur pik simpatie për ta. Asun. Zero. Pas unë. Unë simpati kam pas për atë, për të vetmin. Ilir Medhën. Unë ka qenë një ministri mrenqëm, që ka qenë. Sajmir Tahiri. Sajmir kam pas simpati. E gjitha të thuj qatë dush, po ishte i vetmi që qëndroj burg, bëri burgun iku në punë. Vetë nuk dha gam gum gam të poshtë. Dhe po ta shohësh më e bukra ke salla e ti e gjyqit, ishte profesus ambasade, dhe më turp se ka i s'ka ku shko. Për drejtësinë. Nëse se po flisim për Belindën, nuk shpjegova, do dalë diku tjetër, nuk shpjegova se sa e pafashme është Belinda. Unë si besoj as tanit në kuptimin e sa i korruptum apo pa i korruptum është, po as unë dhe them i korruptum. Problemi është që në fletën që ka quar Spaku, në fletën që ka quar Spaku, pra fletën të vetmen fletë zyrtare që ne kemi si komp, është që bëhet fjalë për ndërhyrje në tendera. Dhe për kaq fletë, për kaq shkrim, është e pamundur ta marrësh tjetrin, një grua, nën, ose burr, ose çfarë dush ti, ata fusësh të rri aty nga 3 vjet. Se lexova para 2 ditësh, para 3 ditësh në fakt, lexova një shkrim të ati gjatit që ka qenë basketbolist, që ka bu burgun të shi që ata të kohës në vetë, u bot 3-4 vjetë aji, që ka qenë ministri shëndetësisë, Ilir Beqe persekutu më thash, bo poet është 3 vjetë, sa ka
Sa kalo 2 vjeç. Atë jepshin asdosin, ta shikosin për sa akuzon. Sa kalo 2 vjeç më është poet. Kush është dënuar në kotën verit mbi 2 vjet është poet. Ili Beqa ka 3, është super poet. Dhe po lexosh ai shkrim të Ilir Beqës, mas 3 vjet është burg. Ka bodha atoj. Më e bukur është që nuk ka asnjë lloj fakti dhe asnjë lloj akuze për korrupsion. A ka turp më të madh. Ato po thonë inshallah vdes mrena që ti bravo, që ti fuzim i dënim për në i gjo, sepse duhet me i dhonë legët mrapsht tjetrit. Dhe ti thu hajde mojmë dhe Belindën. Unë nuk thash mos e merë Belindën, unë them që kjo fleta zyrtare, që ke shkruaj edhe fjalën korrupsion, o shkruaj edhe prostitucion po deshe, se dyshime ke, pak të në fuzim mrenë. E futën më kollaj. Po e fuzim mrenë, masa ne e heqim këto kata si Beqas, që e kena mrena. Pra, dhe çfarë po shpjegoja, në fakt, rënë që kaloj, është pikërisht një drejtësi që nuk do funksionoj kur, s'ka për të funksionu kur. A ke parasysh sa amnistia janë bërë për problemet që kanë ndodhur që nga 90-a, sa amnistia janë bërë që nuk i futesh dot më aty në që në këtë moment që një drejtësi ka amnisti nuk bë. Në Amerikë, po marrim për shembull një shembull, mas 40 vjetësh që ka bërë krimin tjetri, e ka bo 6 mëjtë, e ka vra njonin edhe shmë qef, tak, 89 vjeç, e gjejna dënën. Klap hekrat, klap mren. Nuk ka amnisti. I ka shërby nazizmit, po, për shemë, mund t'i këtë gjytë në i hebrej, se vaj trapin, po i pat gjytë në i shqiptari, në i komunistë, në i rusit, këtë vra punë e më dhe vërtë, e mori me qëmë në Amerikë, si atë Gjaferdevën. E qajmë atje, e bëjmë më shumë burë që quhet e... E vërtet është kjo. Po më burë, vetëm hebre, mos ke prek hebre, biles Gjaferdevës i doli që pa dashje në ato ditët e 4 e brau që vra dhe një hebre. Ju pas ka shpëtu. Po, ju ka shpëtu, po herën tjetë dhe shofë Gjaferdevën që të qajqe. Me 4 shkurt. Po që anodhë, edhe sot e kësaj dite, do më thënë, dhe në... E kapën atë Ukrajinasin në Kanada, shku në kapën. Eksaktësisht. Nuk ka... Me ka rosa i me qese urinët në vetë. Ke se si të kesh drejtësi, kur po të shikosh ligjet se si janë të ndërthura me një tjetra, ose se sa në ligje ke, ose sa mundësi shpëtimi ke, që të kesh besim ke drejtësi. Unë po flasë për 3 vjetet e funit, mos gabojmë, 3-4 vjetet e funit, janë bonja 2 amnisti që mos hetohen më për X problem apo Y problem, ose ju kalon, si quhet, ju kalon ajo afati, se si mund t'i kaloj afati drejtësisë, Zoti e di. Edhe një e vërtet është kjo që të thotit, ndoshta jam i gabuar, po në Amerikë, vetëm kur i vjen fundi 4 vjeçarit, kam një gjuhë që presidenti falë në 1, 2... Po e dim pak në fali presidenti, vëlla. 3. Ka falë personi. Po në fund 4 vjetëve. Tani, po ju të falësh, po të shofësh amnistit. Jo të falën me grup, filan... Bravo. Filan dënim për jashta. Kujti kanë me të kaq vjetë për jashta. A ke pasu që është bo me prona, që është bo me fabrika, me uzinat? Po në prona janë vrasës që dalin pas 10 vjetë. Më pa harroj vrasës sa ty të shpoto zotit, vretë të shpoto për këtë gjallë për gazep. Me fabrika, me uzina, ti si futesh do të atyne, me i jetu. Asë njërës nga këto si futesh do të me jetu. Qëse është mjëllë i kapitull. është mjëllë i kapitull. është zonë prona, ka kalu 10 vjeqi, është mjëllë i kapitull. Po është vjetë më për jako e ketë dokumentin që është, jo po ka një afat. Po si mund të ketë afat për vjedhjen më burë? Afat s'ka për vjedhjen 200 vjetë. S'ka afat për vjedhjen, thonë këta hebrejt. 3000 vjetë, thot, te ka shkujt aty, do shkëm t'ja morim. Po kene kanë shkujt që ka afat për vjedhjen, po kaloj 4 vjeqi,
në hongre. 12 vali lesh. Po çon si ka, po ta kam fjalën. Më mirë burr, më thash ti se kudo tjetër më bën një plotësim ose edhe do kundërshtojmë bu. Po edhe do kundërshtoj. Po kundërshtoj sa dush, po pse më kështu? Pse më personale. Ko të fare, unë po të them prap të në atë të bisedës është. Ti e thuash, unë kështu. Në fakt nisi si një ke dashur ta bësh një emision të tillë, apo jo? Po, ndoshta po. Doli rastisht e gjithë, ha? Edhe unë rishtas uroj besimtarët në Xuman për Bajramin, uroj që ta kenë pasur një agjerim të lehtë, edhe më bën përshtypje gjithmonë që edhe miq që kam në Facebook, ata besimtarët e vërtet që nuk e kanë fenë bërtice, ndjejnë edhe bete, e bëjnë edhe praktikojnë dhe them mendoj që nga një besimtar të vjen kurrë keq, nga një besimtar vetëm, jo nga një të vjeqet vjen mas qafe, mjafton ta manipulosh, të vjeqet vjen mas qafe, të vret si me qenë letër. Kur besimtarit? Po besimtarit të vret si me manipuluesi i besimit. Jo, ai që ka një gjë, besimtari. Jo, e ke gabim. Po ti shohësh një që beson në fe, që thot mos është tjetër gjë. Bravo, është tjetër gjë, kurse në momentin që feja ty të të është mbushur mendja që hebrejt i bëj, domethënë jo, nuk e kam këmbë. Jo, nuk po flas për hebrejt, nuk po flas për hebrejt. Shiftu, po të shikosh për shembull, dëgjoj. Po ti varet si e lexon, se po të marrësh qoftë Biblën, qoftë Kuranin, ja dash libra lufte, dash libra besimi. Bravo, është tjetër interpretimi që japin ata. Një që beson në Zotin, një që beson as vret as vjedh. Një mutmuti i cili shfrytëzon besimin për qëllimet e veta, ati ruju. Siç jam kanë ndodhur. Dy raste interesante me besimin. Që më kanë ndodhur mua. Dhe me besimin musliman. Nga vitet 95, u futa në bashkëpunim me i turk. Ishin trajtuar ata. Edhe futëm, le të themi, një biskot, një mall në Shqipëri. E ishim gati gjys për gjys në kuptimin e fidimit. Ata tani ta pritin fjalën gojë, si u vite besimi. Vrapa ata mund boshin me turp. Fillova dhe unë të ulan mjes mos isha gjynyp. Të mua nga muslimanizmi, fjalë gjynyp shumë e bukur. U laje mirë mos ishte gjynyp. Edhe kur jepsha dorën aty në aq keq u nisha për besimin aty, jo se besosha vet, sa thosh mos jam gjynypos në event vëlla. E po jap dorën, arrisha kështu. 4-5 herë ditë u falçi. Të tre. Përfundimi i dhash sa lek për në pruca ma unë me mall, e një tjetër. Shkum prunja 6 kg drogë vëlla. E dëshim jashit i policit. I pallun mren. Unë vdekin e disha. Po menosha, unë nuk jam besimtar. Kys të lemë vlla me maru fjallën, se thot u merdi ora, edhe gjetën e atë kraun ka ishte perëndimi, e linë e kutën qa ishte. U e qataj. 6 kg drogë. Po ku dreqin e këtë besim ti mërë vlla? Plus që më futim halë më qojnë në Angli. I tjetër që prap interesante. Erdhin besimtarë. Si? S'kan qenë besimtarë. Po thëmë 4 herë ditë më këtu falë. Do thotë, mendojnë që lajnë gjuna. Po mirë më burë. Në Angli, po nuk po them vetëm për këtë rast, po këto ishin më fani, më gallata, që i kam përjetu. Vjen njoni bashkë me fëmin. Të dy me ato që qaftë të bardë komplet. Gjo më e bukur s'kishte, ne baba, ne fëmija, sa për këshin dalë nga ajo gjamia, se mund të thamë, edhe erë me mua makinë. Sa kushto, ka që thashu. Le të themi 70 pound për fusim për këshu. Dhe me sinqeritet, 50 ishin material. Më shumë pak ishin ashtu, sepse nuk e di se për sham nëndit mu duka ashtu dhe ja dha shumë lirë. Se tjetër njëri i kështë bërë. Edhe, ku filloj shi? Tha, po iki, tha, të marë parat aty në bank, tha, edhe po këthem.
Po me fëmijë tu lag më shi, i thash merr më vlla makinën, thash ik në bank me legët. Se pëmë. E qau shok. Do ka të humbur. Dhe Ka nga të humbur. ajo çfarë mu, sepse unë nuk jam i pa logjikshëm, unë pites jam shumë i logjikshëm mendoj. Kur shef për shembull që po marrim thjesht krishtërimin. Po marrim krishtërimin, krau tjetër, është më interesante. Në një vend thuhet që Krishti ka qenë biri i Zotit, një vend që thuhet që ka qenë vetë Zoti, një vend që thuhet është thjesht lajmëtar. Kupton? Gjon më të bukur, dhe për çfarë unë domethënë e admiroj Krishtin, në mund ta quaj kështu, është një nga fjalët e një nga këtyre feve, nuk e di kush e ka, që thoshte Zotin e keni mes jush, bravo, e keni në të tujen. Dhe llogaritë e mia është pse unë dal tip ateistin, në mund ta quaj ateizëm këtë, po unë e quaj besimin më të bukur këtë që kam, është kjo. Tre interpretime të njëjtit person, kom dhe i grup tjetër që thot që ky ka qenë klushi kurvës, dhe asnjë nuk vret Zoti. Okej. Ta vëm se sa ditë mirë. Natën. Natën.